Ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Gledis Nano është rikthyer për publikun me një vepër studimore mbi rehabilitimin dhe integrimin e të burgosurve. Në një ceremoni ku morën pjesë analistë, personalitete të drejtësisë, gazetarë dhe miq të tij, theksoi se përmes kësaj synon të hap një debat të munguar në shoqërinë shqiptare. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të promovuar një libër, por për të ndalur për një çast dhe për të reflektuar së bashku mbi një nga sfidat më të ndërlikuara dhe më pak të adresuara në realitetin tonë shoqëror, për të trajtuar një temë që shpesh shoqëria zgjedh të harrojë. Ky libër nuk është veç se një promovim letrar bazuar tek faji ose ndëshkimi, por nëpërmjet tij autori Gledis Nano thekson se çdo njeri meriton një mundësi të dytë. Në këtë vepër kam dashur të vendos në qendër jo fajin, por mundësinë, jo dënimin, por rikthimin. Sepse besoj fort se çdo individ, pavarësisht të shkuarës, ka të drejtën për një të ardhmen ndryshe, nëse ne si shoqëri dim të ofrojmë rrugën, jo vetëm portën e daljes. Studimi mbështetet në përvoja ndërkombëtare, që sillen përmes historive të vërteta. Ky libër mbështetet në studime, teori bashkëkohore, përvoja ndërkombëtare, por mbi të gjitha në histori të vërteta. Histori njerëzore që sfidojnë paragjykimet dhe na ftojnë të mendojmë me më shumë empati dhe më pak frikë. Nano tha se të ardhurat nga promovimi do të shkojnë për familjet e punojësve të policisë që kanë humbur jetën në krye të detyrës, si një gest respekti për një sakrificë të madhe për vendin.